Shoqata Sportive e Atletikës Vllaznia në bashkëpunim me Federatën e Atletikës dhe Bashkinë në kuadër të Shkodra Qyteti Evropian i Sportit, organizon në 11 tetor Kupa e Ikonave Feti Dizdari në ndërim të një prej figurave të shuara të atletikës shkodrane dhe shqiptare. Ky është një aktivitet i hapur për pjesëmarrje dhe ftohen të gjitha ekipet nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi e Mëxhër. Eventi do të zhvillohet pranë stadiumit Loro Boriçi në zonën ku ndodhet rruga që mban emrin Feti Dizdari, një nga figurat emblematike të sportit shqiptar. Ish kampion i shumëfish kombëtar në distanca 200, 400 dhe 800 metra dhe përfaqësues i Shqipërisë në ballkaniada të ndryshme, përfshirë Stamboll, Beograd dhe Tiranë, ndërkohë që më vonë si i trajner la gjurmë në historinë e atletikës, duke e shpallur vllazninë e femrave 15 vjet radhazi kampione. Ndonse përballoi vështirësi të shumta politike dhe burgosjet pa drejta, ai rikthehet në sport dhe përmes punës së palollur themelon një ndër ekipet më të suksesshme të atletikës për femra. Mes brezave të shumtë kampion ndër vite, Feti Dizdari ka formuar breza atletësh të shuar nga Sebie Keraj, Tekadile Dani, Muzejen Duli, Shaqenika, Mimoza Meta, Lula Ndoja, Luke Shefi, Luke Zefi, Sofie Krepi, Lexmie Bilali, Shpresa Osmani e të tjerë. Bazuar në kalendarin e aktiviteteve të programuara nga Shoqata Sportive e Atletikës në ndërim të kësaj figure, javën e ardhshme po në stadiumin Loro Boriçi është rezervuar një tjetër aktivitet, tashmë për profesorin Vildan Tufi, një tjetër figurë ndritur e sportit dhe edukimit, një emër që e dha lavdi qytetit të Shkodrës, një emër historik dhe triumfues në atletik, fitues medaljesh dhe titull kombëtar e ndërkombëtar, veçmas si trajneri sportistëve të tij elitar.